Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brisejda Çakëri u prezantua në takimin e madh elektoral të rajonit numër 3. Të pranishëm ishin edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bredi Çuçi, ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu, si dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete Brisejda Çakëri tha se rajoni 3 është zemra e Partisë Socialiste. Në fjalën e saj, Çakëri theksoi se është përfaqësuese të rinjve dhe një socialiste besnike. Sipas kandidates për deputete, Vlora është transformuar fal kryeministrit Edi Rama dhe Partisë Socialiste. Unë jam Brisejda, një vajzë vlore, e lindur dhe e rritur në një nga lagjet më të vjetra të qytetit. Aty ku mësova për historinë e Vlorës, ajo histori që na i mban kokën lart. Mësova për mikpritjen, mësova për vlerat e vlonjatëve dhe të Shqipërisë. Është thënë shpesh që pse nuk vendosen të rinj në listë, pse nuk kemi të rinj në parlament. E pra kryeministri na i plotsoi kërkesën. Jam këtu për të përfaqësuar brezin e ri të Partisë Socialiste. Jam një socialiste 24 karat. E them me krenari, një socialiste besnike, por më shumë se kur sot një socialiste krenare. Dhe kjo fal Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Fal të gjitha investimeve të bëra, fal transformimit të bërë në qytetin tonë. Kandidatja Çakëri u bëri thirrje qytetarëve të votojnë Partinë Socialiste, të votojnë zhvillimin dhe infrastrukturën. Ajo tha se Partia Socialiste do të punojë për Vlorën edhe në mandatin e 4 të qeverisës, ndërsa ftoi të gjithë të votojnë edhe për emrin e saj në fletën e votimit, duke kërkuar kështu mbështetjen për të qenë një zë i fuqishëm në Parlamentin shqiptar. Thirrja ime e parë i takon sigurisht të votojmë Partinë Socialiste, të votojmë zhvillimin, të votojmë infrastrukturën, të votojmë çdo gjë të mirë që është bërë në qytetin tonë. Askush më shumë se Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk mund ta bëj. Jam këtu si mbesa e gjyshërve tanë, si vajza e prindërve tanë, si motra e djemve dhe vajzave tuaja, për të punuar për Vlorën, për të punuar në rajonin 3, siç po trokas sot derë më derë, për të kërkuar mbështetjen tuaj, jo vetëm si deputete, por dhe si vajzë. Po dhe si socialiste, ashtu do t'jem gjithmonë pra jush. Gjithmonë. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brisejda Çakëri në mesazhin e saj tha se duhet votuar vazhdimësia e Vlorës, vazhdimësia e zhvillimit dhe perspektivës. Ju ftoj të votoni andinga re zemra. Zemra nuk re kot majtas. Të votoni Partinë Socialiste. Të votoni Partinë Socialiste do të thotë të votoni për zhvillimin. Të votoni për Brisejda Çakërin, do të thotë të votoni për vazhdimsinë e Vlorës dhe të Shqipërisë. Votoni në 11 maj masivisht Partinë Socialiste, rajoni 3, zemra e partisë, zemra e Brisejda Çakërit. Faleminderit pafund.